يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد falënderimi të kanë Allahut azza wa jalla, të falenderojmë për e ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet ja dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi i 18 këtu poshtë, flasmi rreth atij titullit që kemi filluar jeta në varr, edhe pse ende jemi duke folur rreth asaj se si përfundon jeta e njeriu. Dhe herën e fundit që e përmendëm se kur muna me dëshmu për një njeri se ka qenë vërtet, ka qenë burr i mirë, njeri i mirë ose grua e mirë, pasi që ka vdek, dhe shpresohet fort që atje me gjetë khajr të mira tek Allahu azza wa jall. Të fundit e përmendëm hadithin, të cilin hadith e ka nxjerrë në Hibani, dhe Sheikhul Albani ka thënë hadith është i vërtetë që ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu bi 'abdin khayran 'assalahu qabla mautih, se kur Allahu azza wa jalla ja don të mirën një robit, ai e mjaltos robin para se të vdes ai. E i than shokët e tij, thanë, o i dërguar i Allahut, e çka do të thotë që kemë mjaltos? Pejgamberi alayhi salatu wasallam tha, yuftah lahu 'amalun salih bayna yaday mauti hatta yarda an. Tha, kjo don të thotë që Allahu ja hap rrugët me bën vepra të mira para vdekjes së tij. Ban vepra të mira derisa Allahu të kënaqet me to, dhe kështu ja merr pastaj shpirtin Allahu azza wa jall. Sa i mëshir shumë Allahu azza wa jall. Sa i mëshir shumë Allahu azza wa jall, ku me këtë edhrejmë e kuptojmë mëshirën e madhe të Allahut azza wa jall. Edhe nëse një njeri ka qenë tan jetën e tij, ka qenë jo burr i mirë, tan jetën e tij ka qenë i devijuar, ka qenë ndoshta edhe kriminal, ka qenë por që ndoshta Allahu ka pa diçka në zemrën e tij të mirë, e don çat pak diçka në zemrën e tij mos m'ia ja hap rrugë të hajrit para vdekjes së tij, edhe udhëzohet njeriu, edhe ai vdes pasaj në vepra të mira. Ndoshta deri ka fundi jetës tij nuk është fal. Çatëherë fillon më fal. Ndoshta deri ka fundi jetës tij thuaj se ai s'ka xheru kur, çatëherë në pleqni fillon me xheru. Ndoshta deri në pleqni kur s'ka dhënë zakat, çatëherë fillon me dhënë zakatin. Ose edhe obligimet të tjera të Allahut azza wa jall. Kjo është kur Allahu e mjaltos robin, e mjaltos njeriu robin. Po pe bëj një shembull që na ka sjell Allahu azza wa jall në Kur'an për kësaj lloj njerëzish. Tash ti llogarit në kohën e Firaunit ose Firaunit të Musës. Firaunit të Musës i kanë thënë Ramsesi II. Ose në kohën e Musës, me thonë më mirë, ata sihirbazët, të cilët i të bëj Firauni, se Firauni nuk mund të me i bo replik ose me kundërshtu Musën, se vike me argumentet shumëta. Kur i thëke Allahut, ose Allah kur i thëke ati, kur kërkejke Musa për e Allahut, që ta prejk detin me shkopin i bëjnë këtë deti gjak krejt. Pastaj e mblejshin kërkalecat e zhobat e mblejshin vendin, e ja prishin edhe të mbjellur atë, këtë mrekullit të shumëta që vike Musa, që ata s'kishin ju, e s'dishin që shmi bo replik. E qka me bo? Firauni tha, atëherë po e bojnë një tërmin mes teje pra, ta këshimi kush po del maj forti, në mes teje dhe sërbazve të mi. Edhe i të bëjnë Firauni sërbaz, kaj qka unifshin si sërbaz në rëthinën e ti. Edhe kjo është interesant që zakonisht do kut më të lashta, edhe pse disa kanë thonë në kënë tunë, po në të lashta ma shumë që udhëhecit e këshinjë kriminal kem pas rreth vetes së tyre sërbaz. Ndërsa këto i të bëjmë, se s'më i kemi ndyshë me i bon replik Musës a.s. edhe i të bëj sërbazët.
Pra, kur i të bëj sihirbaz, a janë të mirë? Ma që ju, nëse njoni vdes, sihirbaz, me sihirbazin që nife, si ban sihir kështu, a i në gjehnem është. A i është kafir, pa besimtar, ko kufër të qartë. Pej senave që ka në zirë njëri për dinë, të është dhe sihri. Pra, a i është kështu, por që është e tyre, ta njëtën të këshi, kur u të bunë, i të baj Firauni, edhe tha hajde tashti ta këshirë me kush po fitan. Kur erdhen sihirbazët këta, i thanë, Allah ja përmen fjallë të tyne, qka i thanë ata Firaunit, i thanë, falamma jaa as-saharatu qalu li Firaun, e inna lana la ajran in kunna nahnu l-ghalibin. I thanë, o Firaun, nëse na fitojna ndaj Musës, e mujmë Musën, a kemi shpërblim të këti, o Firaun? A di si e këta i Firaunit? Firauni i tha, qala na'am, wa innukum idhan lamin al-muqarrabin. Juve që do të merrni shpërblim, por edhe do të jeni afër meje. Që përmanda që do herë u thaj si kem pas afër shumë edhe sihirbaz. Do të jeni edhe afër meje. Llogarit me kon afër Firaunit, asaj që ka thonë vetes Zot. Unë jam Zoti juve, ka thonë. Kjo është e madhe. Tek ata është një diçka shumë e madhe, që ja ka lënë gëzimit pasurisë. Se një pjesë sërisht edhe në kohën tonë, nëse jeti afër një udhëheci, një fshati edhe ko që del. Po udhëhec me kon udhëhec afër një udhëheqësi të një komune, aty so e një vetën të madhë. Po me kon afër një udhëheqësi të një shteti, një vetën edhe më të madhë. E Firauni, me kon afër Firauni që ako udhëheci e Egyptit. Ta soj kuhe. Edhe vetes Zoti ka thonë, zimi ma. Edhe ata u banën dhe i thanë Musës. Hajde të buhemi, Musa ja këtaj. Qala lahum Musa, alku ma antum mulkun. Hajde pra, hedhni jo çka keni për të hedhur. Sikur dënë me i thonë, paraqit një argumentet e juve. Ta këshyri me pra cili po fitan. Paraqit një argumentet e juve. Tregon Allah se thot, fa'alqaw hibalahum wa 'isiyahum wa qalu bi'izzati Fir'aun inna lanahnu al-ghalibun. Ata i hedhen litar të vogël të tyre, edhe shkëpin një që i kishin i hedhen para syve të njerëzve, të banë shumë njerëz të. Edhe i hedhen, edhe janë e thënë, na hatrim ose pasha madhnin e Firaunit, na kena me fitu. Edhe vërtet, u banën gjarprin të vegël, ata litar të vogël, edhe shkëpin të vogël, u banën gjarprin në sytë e njerëzve. U dukshin gjarprinj, sa që edhe në sytë e Musës u dukshin gjarprinj. Aq ishte sihiri madh i tyre. Por kur ndodhi kështu, filloi edhe Musa pak më friku, dhe sa Allah azza wa jall, tha mos u friko, hedhë ti shkupin tand në mesin e atyre gjarprinjeve. Tregon Allahu fa alqa Musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikun. E kur Musa kishte një shkop që me to umante, edhe me to i runë të bagtin, kur kishte nevoj, edhe përdorte për sene të tjera, kur e hedhi shkopin, që kishte për shumë dobi, për shumë sene e rujte atë shkop, atë shumë, sa që me qatë shkopin e ti kur i kam shu deti, të është qa deti, me qatë shkopin e ti kur i kam shu gurit, janë dalë 12 kraj. Edhe në këtë rast, e Allah Allahu si mrekulli shkopin, se kur e gjunë të shkopin, u banë ke gjarë për një malë. Edhe e gjëntën, e gjujtin tokë, u boni gjarpën sa që i gëlltiti krejt ata kënopat që u dëkshin gjarpën një sytë njerëzve dhe ata drunjet të vëgël. Ata të shtagat krejti, gëlltiti. Edhe kur e paon sihirbazet e kohës të Firaunit, e paon se që kjo nuk është në tërshme. Që kjo nuk është siher, se ata ishin sihirbazet, ishin shka sihri. Mi për thanë, kjo nuk është siher. Edhe me i herë, thanë, i herë dhe argumenti, me një herë, pranun dhe thanë, fa ulqiya saharatu sajidin. Edhe tregon Allah dhe ata u hedhen sejdë, sihirbazët me një herë. U hedhen sejdë, banë sejdë i banën. Allahut azza wa jalla qalu amanna bi rabbil alamin. Ran sejdë krejt thuhet me qindra, me mijëra, numri ma ka qenë. Dikush ka thënë 70.000.
Numër i madh i sihirbazëve që kanë. Kërejt smujtën këjt ata më bo bashk u banën me sihrin e tyre smundën me mujt Musen, por e pon që kjo nuk është sihir, po është diçka mrekulli, diçka veçantë, ronë sejdë, e thanë i besotëm Allahut, Zotit botrave. Edhe disa prej sahabëve kanë thonë se ka prej sahabëve që kanë thonë se kur kanë ronë sejdë, Allahu ja u ka paraqit, ja u ka bërë me po në sejdë si kanë ronë me po vendin e tyre në gjennet. Hej, deri dje kënë sihirbaz, krejt jetën e tyre të keqe kaluan, po qenë fundin u pendun. Ka kështë e fundi jetës e tyre, u pendun, ronë sejdë, i besun Allahut, Allahu ja boni me njëherë me po, edhe thanë ata që i besotëm Allah Zotit botrave, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun, Zotin e botrave, Zotin e Musait dhe Harunit. Na i besojmë. Ata thanë kështu. E Firauni pelciti prej natit, e nati, qysh, me i besu ka i Firauni petke me mujt Musen. A di që e tha, kale, آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون. Tha, qysh e i besut Muses, unë ju pruna për me mujt ato, e ju i besut Muses, edhe Harunit, i besut pa ju dhën lejon, atëherë për garant, kjo pas ka qenë sihirbazi ma i modhi juve, kjo që pas ka mësu juve sihrin, për që ta ju dërzut ka shpejt, edhe i besuat. Ama tha, shqitar dhe ta me anivesh ka banjën e me juve. Qka do të banë? La uqatti anna ejdijekum wa argjulakum në khilaf, wa la usalli bannekum e gjma'in. Kam jau prej thane juve që ta është dur dhe këmt në të këndërten. Pra, dorën nëse ja ka prej dorën e djatë edhe këmën e majtë. Ose dorën e majtë edhe këmën e djatë. Kam ja prej tha kështu edhe kam ju kryqizu, ose kam ju gjitë në trupat hurmave. Edhe kështu i thanë, ati si ja këtu në serbast, se ta shu bon, ka shpejtu bon besimtar, qalu, la dhajira, inna ila rabbina munqalibun, nuk e kem desa shka kime voti më tashtë, na të këzoti po këthejhemi, inna natma'u e jaghfira lana rabbuna khatajana, an kunna awwala al-mu'minin. Thanë, na tash tek Allahu po këthejhemi, shpresojmë që Zoti neve me na falë. Na shpesojna që Allahu neve më na falë, na jem besimtar, besum dhe si bina mas më. Pa e drejni, por që ta sihirbaz, që deri dje kanë qenë, njerëzit më të këqij që kanë rrethu Firaunin, sot u banë njerëzit më të mirë, prej më të mirëve, sepse u penduan. Ndoshta Allahu ka po diçka në zemrat e tyre. Për që ta hyn pjesë kësaj hadithi që përmenda më lart, se Allahu i mjaltosi. Si mjaltosi? Deri në fund kënd këshi, po diçka i udhëzoi në rrugën e drejtë, edhe ata hynë Islam dhe na themi për çata tasht se ata kanë përfunduar me jetë mirë, me vepër të mirë. Pra besun edhe hiç më pishman nuk i bishin, edhe shpresojna që ata të jenë atje në xhennet. Kjo është rast. Rast tjetër nga Kurani, nga hadithi, rasti që është i njoftur, rasti që është i njoftur që ka sjellë Imam Buhariu dhe Muslimi, i personi që i ka mbytur 99 veta, tani dikuat 100-in. I mbyti natën, ishte mëkatar, mbytte njerëz, bante të këqija, po e bi shkurt hadithin, mirë po, pasi që i mbyti 99, filloi diçka në zemrën e tij me i folë që o ti njeri, pendohu. Mos e zban, mos e tjetë i ka i hynë, shka kime bo në botën tjetër, ose qa kime bo i vike ndjenja. Edhe kjo, sa për blecë informim për e bi, kjo ka njëherë ti i keq, por njëri është i keq pëzon, por i vjen një mendim që ma obra që shtu më zban, si bes të patë kohije, ma bas i ke bo gjithë të vjetë hale su pendove, ma gjithë të vjetë i ke bo hale po mosh hale e kriminal, gjithë të vjetë hale i hajdut, gjithë të vjetë hale i zani, zinaqar, edhe vjen. Dini se që kjo mendimi kur të vjen, a dini për nga është? Kjo mendim në ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith që ka sjell Imam Muslimi, që thot që kjo mendim i mirë të vjen prej një meleku,
për atyre melekve që i kemi sipas një mendimit më të afërm, në 5 melek që na ndjekin 24 orë na i kemi rrethit. E një prej tyre janë melekve puna e tij është me të këshillu për mirë. E ndoshta është kjo këshilla kur ta jep. Kjo është. Por më rëndësi i edhe ati që i mbyti natën 9 veta. Kur i erdhe, e lypi dikan kur t'ja kallëzu rrugën. Por kjo është mësim për neve, që duhet me ditë njeriu kanë me pyet për çështje të fesë. Jo me pyet, për çfarë shkon e pyet për çështje të fesë, mesele të rënda të mëdha, shkon e pyet një respekt për bujqit. Ata janë alhamdulillah, punë të mirë, pas të bojnë. Por e pyet një bujk, bujk e ka detyrën e vet. A mos mund me dhon fati për çështje të dinit. Njëri don me pyet diçka për fe, e pyet një që djeja ka nis një libër për herë të parë ka lexuar dje, ti më ne shkon me pyet ato. Ja, mos u gut. Ka kush pyetet. Pyeten të mëdhajt, ata që i kanë thyr gjojtë të tyre, edhe kanë harxhu kohën e tyre të jetës së tyre, kanë harxhu na për libra, edhe na për derse të dietarëve. Edhe në këtë rast, gabimin që bëri ky që mbyti natën 9, shkoi e pyeti një, po ai ishte ibadetxhi, por nuk ishte dietar. Edhe shkoi e pyeti atë ibadetxhiun, tha, "Hey, sa është dallimin mes se kom pas tregu një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith e shkollës mirë, autentik shpjetojnë, se ai njeri i cili është ibadetxhi, edhe njëri është dietar, pejgamberi na ka bërë shenjën, ka thonë janë dietari si hana e plot e ibadetxhinjët si yjet rrethit. Çfarë dallimi ka? Pra ky shkoi e pyeti një ibadetxhi, ai ishte i devotshëm dhe ato. Prandaj kur i tha këtij ibadetxhiut, "Hey, i kam mbyt natën 9 veta. Jam ko kriminal gjithë këtë jetën time natën 9 veta. Çka më bën bre?" A di si ja kthej? Çishta, a ka pendim për mua? Natën 9 kemi, çfarë pendimi? S'ka pendim për ty. Sa ishte një ibadetxhi, veç ibadet Zotit. Ai nuk mund e paramendon ai që mi myt natën 9 veta dhe Allahu më fal abet. S'mund e paramendon. Edhe tha, ja s'ka pendim për ty. Ky pëlciti, ky vrasësi. Thanë, me që s'pas ka tha, edhe ty për t'heki qafësh. Edhe mbyti. Edhe ky boni gabim tjetër, por edhe aju përgjigj pa dije gabimin e, edhe pasaj domin e gabimit. Shkoj pa apet në zemër i vlej këtë diçka, shkoj të një tjetër. Kur shkoj të ai tjetri, që ishte njëri dijes, heta, i mbyta natën 9, për kete një i bona 100. Tha, ka bërë pendim për mu, tha, qysh mërë, çka i ka thu, tha. Po qysh s'ka pendim për ty? Po normal që ka pendim. Tha, po për nga je, tha, për shti vendit që i kalzaj. Tha, vetëm se tha unë të këshilloj, që mos u kthemu në atë vend, se ato e në vendi keq, ko njerë të këshi. Po shko në filan vendi tjetër. Por pas ka pendim, ka pendim. Unë nisë për në atë vend me shku të vendi njerëtve të mirë, mu pendu, tu shku rrugës, për shkurtoj pak, tu shku rrugës, i erdhi vdekja. I edhe meleket që ja morin shpirtat njerëzve të këshi, edhe meleket që ja morin shpirtat meleket që ja morin shpirtat njerëzve të mirë. Edhe ata, njëna ata për të mirë thëshin, është joni se rrugës pendimit. Këta të këshive thë çfarë juve, është joni se sa njerëz i ka myt. Edhe erë konkluza më shkurt, thanë hajde pe mot mi hapësirën, ndalt më afër, që ja dha një këshill tjetër një melek, edhe tha, ndalt më afër vendit të pendimit, atë merrni ju të mirë. Jo që i merrni shpirtat e mirë. Në këf më afër vendit keq, ta merrnja shpirtin, jo që i merrni shpirtat e këqinje. Edhe kështu ndodhi. Kur e matën, Allahu Azza wa Jall. A di çfarë ndodhi? Boni një diçka të jashtëzakonshme, një mrekulli tjetër. Një diçka të jashtëzakonshme, saqë e afroi pak tokën një plumb prej tokën e të kurrë pak, prej anës së vendit të mirë. Edhe i raqë më afër që kanë vendit të mirë dhe mërën meleket që i morën shpirtat e mirë. A pe vrejni? Se si Allahu Azza wa Jall, këtë jetë në ka postë keqe, por fundin e jetës ka deshtë Allahu me mjaltus, kjo është. Ka deshtë Allahu me mjaltus dhe e përfundoi jetën e tij me të mirë. Dhe për atë njeriu pasaj themi se ka shku mirë. Kjo është kur ta përfundon, edhe nëse ka postë jetën e keqe, por e përfundon me të mirë, Këtu edhe argumentet e tjera, po na e kena po të arsyet me i përnën veç këtu dy, një nga Kurani, një nga Suneti pejgamberit si ngjarje, për ato që
E tha pejgamberi alayhis salam që Allahu e mjaltos. E si mjaltos? Tha ja hap rrugë të hajrit para vdekjes së tij, edhe vepron çat hajrin derisa Allah të kënaqet dhe ja merr shpirtin. E pastaj për një çasti njëri, pra edhe nëse ka qenë i keq më herët, ne themi se ka pas një përfundim të mirë. Ka pas një përfundim të mirë dhe shpresojna që ai me gjet mirë tek Allahu Azza wa Jall. E herën e ardhshme me lejen e Zotit, këtu do ta përmendmi ato se si pejgamberi tha kënonjani talkinin që nifet ana. Kënonjani talkinin të vdekurit tuaj. Por çfarë talkini flitet? Kush janë për çfarë të vdekur po flitet? Kjo na mbetet për herën e ardhshme. Lusmi Allahun Azza wa Jall na fal na mëshiron. Lusmi Allahun Azza wa Jall që në përfundim të mirë të jetës tonë të na ban. Lusmi Allahun Azza wa Jall që në xhennet me pejgamber dhe njerëz të mirë atje të na takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.